Detaje nga atentati mafioz në Vlorë pse u zgjodh dita e diel për të ekzekutuar 58 vjeçarin. Ngjarja tronditse u regjistrua në lagjen Ajro Çakëri tek Hoxhaj, ishte nisur për në punë si roje objekti. Një vrasje që sipas burimeve hetimore mban të gjitha elementet e një atentati të mirë organizuar mafioz dhe që ende lë shumë pyetje pa përgjigje. 58 vjeçari, i njohur për përpikmërinë dhe qetësinë në punë, që bënte prej gati 5 vitesh, u qellua me 2 plumba në kokë dhe 1 në trup, një goditje saktë dhe pamëdyshje që sipas hetuesve tregon për një qëllim të qartë, eliminim total. Në shënjes të referuar dosjes hetimore, ka publikuar detaje nga jeta e Renato Hoxhajt, i cili jetonte me bashkëjetuesen e tij, Klodiana Rakipaj. Ai ishte ndarë ligjërisht nga bashkëshortja e parë dhe kishte 2 fëmijë të rritur që jetojnë jashtë shtetit. Sipas deklarimeve të partneres së tij, Hoxhaj nuk kishte ndonjë konflikt të njohur apo ndonjë shqetësim të shprehur publikisht. Megjithatë, ditët e fundit, ai kishte ndryshuar sjellje, ishte më i heshtur, më i tërhequr dhe dukshëm i shqetësuar për diçka, ndryshim që sipas të afërmve nuk kishte ndodhur më parë. Nga hetimet paraprake rezulton se autorët kishin informacion të saktë mbi lëvizjen të Hoxhajt, dinin që punonte edhe të dielave dhe dilte herët në mëngjes. Pikërisht kjo përpikmëri duket se u kthye në fatkeqësi për të. Ekspertët e kriminalistikës theksojnë se goditja në pikat nevralgjike tregon qartë që nuk bëi fjalë për një konflikt spontan, por për një atentat të studiuar deri në detaje. Burime pranë hetimeve flasin për një porosi që vjen nga jashtë vendit konkretisht, nga një grup kriminal me bazë në Dubai, i cili dyshohet se ka porositur vrasjen. Një nga pistat e para të hetimit ishte konflikti për pronë, por ajo u përjashtua shpejt. Sipas burimeve të policisë, atentati duket të jetë i lidhur me botën e krimit të organizuar. Dyshohet se Hoxhaj mund të ketë pasur njohuri apo kontakte që e bënin të rrezikshëm për dikë. Ndërkohë është arrestuar një person i parë, djali i një ish deputeti, për përfshirje të mundshme në atentat, ndërsa disa të tjerë janë shpallur në kërkim. Hetuesit po punojnë për të zbardhur fijet e ndërthurura të një rrjeti që lidh grupe të krimit nga veriu në jug të vendit, të cilat komunikojnë dhe bashkëpunojnë me urdhra të ardhura nga Emiratet e Bashkuara Arabe. E diela si ditë e zgjedhur për atentatin nuk ishte rastësore. Përveç rutinës së viktimës, ajo u shfrytëzua për shkak të uljes së vigjilencës dhe mungesës së patrullave të zakonshme të policisë. Por pyetja më e madhe që mbetet ende pa përgjigje është: çfarë dinte Renato Hoxhaj? A mund të ketë qenë dëshmitari diçkaje që s'duhej para, apo ka patur dieni për lëvizje të rëndësishme që duhej të mbeteshin të fsheta? Nëse Renato Hoxhaj do të kishte ndarë shqetësimin e tij me autoritetet, ndoshta historia do të kishte përfunduar ndryshe. Por heshtja e tij e vrejtur edhe nga partnerja u kthye në fatale. Sot ai është një viktim tjetër e një realiteti të errët që përfshin grupe të fuqishme kriminale me lidhje ndërkombëtare me urdhra që jepen në distancë. Dhe ndërsa Vlora përgatitet për sezonin turistik, një vrasje e pastër mafioze prish qetësinë dhe rikthen frikën se asgjë nuk harrohet në botën e nëndeshme të krimit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.